Një siti për krim ekonomik dhe korupcion në kuadër të SPB Shkup sot ka dorëzuar kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike Shkup kundër 43 personave të cilët përmes veprave të ndryshme të mashtrimit kompjuterik, falsifikimit të dokumenteve dhe keqpërdorimit të dhënave personale kanë marrë pjesë në mashtrime të shumta të qytetarëve me kredit të shpejta. Individët përdorën informacione të tilla të reme për të marrë disa kredi nga kompani të ndryshme brenda një dite, duke përfituar kështu përfitime të konsiderueshme financiare. Më pas, ata i tërhoqën parat nga llogaria dhe pjesën më të madhe u dhan organizatorëve të dyshuar për mashtrime të tilla. Kështu, disa nga të dyshuarit, në kundërshtim me kushtet e përcaktuara me ligj dhe pa pëlqimin e qytetarëve, kanë përdorur të dhëna personale të personave të tjerë, kanë bërë dokumente publike false dhe kanë falsifikuar dokumente të vërteta publike, me qëllim që këto dokumentacione t'i përdorin si të vërteta, duke futur të dhëna të reme në sistemet e informacionit të 10 kompanive të ndryshme, kredi të shpejta, si dhe duke falsifikuar nënshkrimet elektronike, kanë marrë hua në emrat të dëmtuarve pa dijenin e tyre, duke krijuar detyrimin për personat që të shlyejnë fondet të dyshuara të marra hua. Në MPB thonë se disa nga të dyshuarit kanë falsifikuar të dhënat e punësimit të personave të papunë, duke i paraqitur si të punësuar dhe të aftë për kredi dhe në bazë të këtyre të dhënave kanë nxjerrë para nga kompanitë e kreditit që atëherë nuk janë mbledhur. Individët përdorën informacione të tilla të reme për të marrë disa kredi të ndryshme nga kompani të ndryshme brenda një dite, duke përfituar kështu përfitime të konsiderueshme financiare. Më pas ata i tërhoqën parat nga llogaria dhe pjesën më të madhe u dhan organizatorëve të dyshuar të mashtrimeve të tilla.